Përshëndetje, mirë se vini, flasim hapur në Durrës Lajme dhe pak orë na ndajnë nga zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Kemi të ftuar sot doktoreshën e njohur në Durrës, deputete e Kuvendit të Republikës Shqipërisë, Lodiana Spahiu. Faleminderit që jeni flasim hapur. Faleminderit shumë profesor për ftesën dhe mbi të gjitha dua të falenderoj Durrës Lajmin që na jep këtë mundësi që një ditë përpara zgjedhjeve ne të realizojmë këtë intervistë tonë, kryesisht kushtuar zgjedhjeve të 11 majit. Doktoresh e para në listën e PS-s, e para në listën e mbyllur dhe një vlerësim i jashtëzakonshëm i Partisë Socialiste, forumeve të saj dhe kryeministit Rama. U ndjet e vlerësuar për këtë? Po, është e vërtet në fakt që unë jam ndjer shumë e vlerësuar. Për hir të vërtetës u bën shumë vite tashmë pjesë e PS-s që prej 2009-s dhe ky është mandati im i 5, por kjo fushatë kësaj here ka qenë shumë e veçantë. Përgjegjësia padyshim që ka qenë më e madhe, sepse ashtu siç është vlerësimi, unë e konceptoj që duhet të jetë dhe përgjegjësia. Megjithatë ka qenë ndër fushatat do të thoja më të bukura, më optimiste dhe më qytetare. Kemi bërë një rrugtim sidomos në këtë muajin e fundit me shumë takime. Jam munduar ta shfrytëzoj fushatën për të patur sa më shumë takime, kryesisht me biznesin e madh, biznesin e vogël, por edhe takime të rastishme me qytetarët, përveç takimeve të mëdha elektorale që ne kemi bërë në çdo rajon dhe takimit për mbyllës, dhe kanë shërbyer si një konsolidim i marrëdhënies me biznesin dhe mbi gjitha dhe njësi informacion që ti merr për gjithë shka bëhet në qytetin e Durrësit. Dhe në fakt jam e impresionuar sepse kam takuar sipërmarrës, kam takuar biznesmen, kam takuar biznese familjare, të cilat me mundim përpiqen për të bërë më të mirën dhe kam parë që ka biznes të madh që ndoshta edhe nuk e dija, që bën një eksport shumë të mirë jashtë dhe kanë bërë investime shumë të rëndësishme, të cilat i vlejnë jo vetëm qytetit, por gjithë Shqipërisë, duke bërë brandin Made in Albania shumë të rëndësishëm dhe realisht janë përpjekur jo për të bërë reklamën e tyre, por edhe njerë për të demonstruar se çfarë bëhet në qytetin tonë dhe kjo një sipërmarrje që është zhvilluar kryesisht këto vitet e fundit. Doktoresh, unë nuk e di nëse keni marrë komente edhe nga kundërshtarët në mënyrë të drejtë për drejtë. Por më lejoni t'ju them që unë kam dëgjuar komente shumë pozitive për vendosjen tuaj në krye të listës, edhe nga kundërshtarët. Dhe këtë duhet të them respektin që gëzoni në gjithë qytetin e Durrësit. Së pari si doktoreshe e njohur, që keni shërbyer pothuajse të gjithë banorëve të Durrësit, ashtu edhe si deputete në Kuvendin e Shqipërisë dhe politikane. Unë do të thoja Bledi që në fakt lista këtë herë si lista e mbyllur e qarkut të Durrësit edhe lista e hapur ka njerëz të nderuar dhe të respektuar, të cilët përfaqësojnë jo vetëm profesione të ndryshme, por mënyra se si jemi bërë bashkë në këtë listë të përfaqësuar nga Partia Socialiste tregon që ka patur një vlerësim maksimal dhe të mirë menduar si nga drejtuesja jon politike Zojan Sako, ashtu dhe nga kryeministri i vendit dhe kryesia e Partisë Socialiste e Durrësit dhe aty ku diskutohen në gjithë Shqipërinë, padyshim që ka patur një aprovim për emrat, sepse kanë qenë vërtet si gratë dhe burrat emra që e nderojnë gjithë qarkun e Durrësit. Dhe mbi të gjitha ajo që mua më ka impresionuar nga lista është edhe ruajtja e kuotës gjinore dhe mbi të gjitha ruajtja e një numri të grave në listën e mbyllur, por jo vetëm edhe në listën e hapur, sepse me ndryshimet e fundit që ne bëm në kodin zgjedhor, ne arritëm edhe me mbështetjen e OSBE-s, ne arritëm në fakt që ta ruajmë kuotën gjinore edhe në listën e hapur dhe kjo është një gjë shumë e mirë, mendoj. Ne aktualisht në parlament jemi 50 gra dhe vajza
Dhe do t'ishte shumë mirë që ne të vinim duke e rritur të kvotë, jo duke e paksuar, sepse sistemi i listës së hapur është i tillë që edhe mund të eliminonte gratë e vajzat. Megjithatë, ruajtja e kuotës gjinore për mua ka patur shumë vlerë dhe mënyra se si e ka konceptuar kryetari i partisë qasjen për të gjithë listën, për të gjithë Shqipërinë, nënkupton edhe njëherë mbështetjen e madhe që kanë patur gratë dhe vajzat gjatë gjithë kësaj kohe nga Partia Socialiste. Po t'ishte ruajtur nga të gjitha partitë, do ishte shumë mirë në fakt, sepse duke qenë prej kaq shumë vitesh në politikë, arrin ta kuptosh që nuk është shumë e thjeshtë që ti të mbjetosh në politikë, është sakrificë, sidomos për një grua, sepse duhet të përballosh shumë sfida, duhet të kesh kurajo në fakt edhe të përballesh me vështirësitë dhe ky rrugtim 16 vjeçar edhe për shkak të disa fatkeqësive që na kanë ndodhur, qoftë natyrore, qoftë edhe ka treguar që kur bëhemi bashk dhe kur mundohemi që të bëjmë më të mirën për vendin ton, për qytetin ton, përballohen edhe situata të vështira, siç edhe i kemi përballuar. Doktoresh, është e sigurt legislatura e re për ju, sepse jeni e para në listën e mbyllur. Tani, një pyetje thjesht praktike, si organizohet fushata, pra mbështetet një kandidat, disa, si ishte organizimi dhe një kontributi tuaj praktik në terren të njerëzit dhe kandidatët? Unë ju thash që kjo fushat realisht ka qenë e veçantë. Sepse është e veçantë, është e veçantë, për hir vërtetës, është e veçantë. E para, kemi qenë optimist gjatë fushatës, sepse pothuajse të gjitha sondazhet Partinë Socialiste e nxjerrin fituese. Kjo që thoni ju që unë kam qenë jam në listë të mbyllur, vërtet të jep një lloj sigurie, sepse je deputete e ardhshme, por unë nuk e kam konsideruar këtë si fitore të Klodit se është në listë të mbyllur. Unë kam dashur që gjatë gjithë fushatës të përpiqem edhe me eksperiencën që tashmë është krijuar ndër vite, të jap maksimumin tim, por jo vetëm, si ekip. Pra duke punuar në ekip, mendoj që edhe rezultati është gjithmonë shumë më i mirë. Dhe ekipi ynë ka qenë bashkëpunimi me të gjithë kolegët, si të listës hapur dhe të listës së mbyllur, bashkë me kolegun e listës së mbyllur që është doktor Loer Kume, që ju e njihni. Kemi bashkëpunuar në fakt shumë mirë gjatë fushatës, kemi bërë të gjitha takimet, pjesën më të madhe të takimeve kemi qenë bashkë me një grup të rinj, dhe mbi të gjitha kemi arritur që ta shfrytëzojmë kohën duke bërë takimet me biznesin, siç u thash, para dite dhe mbas dite duke qenë në terren, në takime qytetarët dhe në takimet elektorale që kanë qenë të vazhdueshme gjatë gjithë muajit. Mendoj që takimet më të frytshme, siç u thash, janë takimet ku ne kemi marrë informacion më tepër se ç'ndodh realisht në qytetin ton. Jo se nuk e din dhe nuk e ke informacionin. Por është ndryshe kur ti shkon, e takon, e viziton, e shikon me sytë e tu se çfarë është në gjendje të prodhohet, siç u thash, e bërë në vendin tonë. Pra, ne kemi parë fabrika, për shembull, të prodhimit të mobilerive që ishin të gjitha për eksport dhe sasia që bëhej ishte nga sasitë më të mëdha që bëhej në Ballkan. Pra, duke ditur që teknologjia e investuar në një prej këtyre fabrikave, ishte nga teknologjitë më të fundit, pra ti shkon atje dhe merr informacion se çfarë lloj teknologjie është investuar në vendin ton për të patur edhe një sasi të eksportit të krahasuar me vendet europiane. Pastaj fushata e ka atë bukurinë e vet edhe për të marrë ti vëmendjen e qytetarit dhe vëmendjen e ekspertit në fushën e vetë. Për shembull, ti vërtet lexon, por nuk arrin të kuptosh ndonjëherë që problematikat vogla ti duhet t'i marrësh, ti analizosh dhe të dish, të nxjerrësh prej tyre ato çfarë është më e rëndësishme. Si gjithmonë, zonat që janë pak më periferike në qytet na kanë konsumuar më shumë kohë, sepse atje janë dhe pak problemet më evidente. Por çka kam vënë re unë
duke krahasuar fushatën me fushatën. Mbaj mend që fushata e kaluar ka patur ato veçantinë e vet, sepse ishim pas dy dëmtimeve shumë të mëdha që ka pas qyteti ynë, do të thoja me tërmetin, por edhe pandemia. Dhe ka patur një egërsi, mbaj mend në atë kohë, një egërsi të madhe në fakt nga opozita në tërësi, në gjithë Shqipërinë, ku goditeshim shumë ashpër për menaxhimin e tërmetit, për menaxhimin e situatës së pandemisë, dhe ishe jo e friksuar, se njeriu nuk ka pse të jetë i friksuar kur di se ç'është bërë edhe, por kishte një lloj përballje shumë të egër me kundërshtarin në lidhje me akuzën e keq menaxhimit të këtyre dy fatkeqësive që ne na ndodhen. Por për hir të vërtetës ishte vota e qytetarëve ajo që bëri diferencën dhe që tregoi se cili ishte opinioni i drejtë të qytetarëve për këto gjëra që ne kishim kaluar. Kjo fushat ka patur atë bukurinë e vet, sepse ndër këto 4 vite është punuar shumë fort e para për të mbaruar procesi i rindërtimit, por paralelisht me të për të punuar shumë fort në disa zona që nuk quhen më periferia e Durrësit. Pra nëse ne dikur më përpara shkonim në spital me idenë që po shkojmë në spital, sot është një situatë krejt tjetër, sepse është kthyer në një qendër që është qendër e biznesit, pra ti aty shikon që janë hapur biznese të reja pafund. Pra është shfrytzuar ai territor aty, por mbi të gjitha, në saj edhe të vizionit që ka patur bashkia, edhe të mbështetjes që padyshim është dhënë nga qeveria, kemi zona model ku janë bërë investime në kvartale të veçanta, të cilat do të shërbejnë si model edhe për zonat e tjera. Dhe kur shkon realisht i thua, ore, po këto investime nuk po bëhen as në qendrën e qytetit. Pra vizioni për të patur edhe pjesën përreth qendrës së qytetit si qendra është, mendoj, gjëja më pozitive, e cila jo vetëm e zgjeron qytetin ton, por edhe në një farë mënyrë krijon kushtet më të mira që vërtet ato janë banorë që mund të kenë 20 vite, 25 vite në qytetin e Durrësit, por ato tashmë duhet të jetojnë me kushte dhe infrastrukturë më të mirë dhe më të përshtatshme. Dhe shikojmë projekte, për shembull, siç është projekti i ri që është miratuar nga qeveria për spitalën, pra për një pjesë të urbanizimit që nuk është e vogël, është gati 1.3 kilometra, mbyllja e një kanali në një gjatësi të tillë dhe kthimi i një zone rekreative, pra që do ketë dhe parqe për fëmijët, por edhe për të moshuarit. Dhe ti e kupton që këto lloj investime së bashku me përfundimin e grupit të banesave që janë afër universitetit ndryshojnë komplet frymën e mënyrës së të jetuarit në këtë zonë. Përmenda këtë zonë sepse mendoj që tani qyteti ynë ka një qasje tjetër, pra duhet mendojmë për Durrësin për ta shfrytzuar turizmin gjithvjetor, pra të mos mundohemi vetëm të shfrytëzojmë plazhin, sepse nuk ka më kuptim që ne ta konsiderojmë qytetin tonë si të shfrytëzueshëm nga turizmi vetëm për 3 muaj. Dhe po punohet paralelisht, siç edhe ju e keni parë, në muzeun arkeologjik që është në rikonstruksion e sipër, në amfiteatr ku akoma kemi pikat e ndryshme që po zbulohen dhe në komplet rrugën e cila do t'i bashkohet edhe amfiteatrit, pra për të shtuar vlerën e trashëgimisë që ne kemi në qytetin tonë. Janë përfunduar të dyja qendrat, edhe qendra kulturore për fëmijë, edhe qendra multifunksionale për të rinjt, në mënyrë që të gjithë brezat ta ndjejnë veten të përfaqësuar dhe të kemi një bashkëpunim shumë të mirë midis zhvillimit të qytetit ton për turizmin, por edhe si shfrytëzim për gjitha brezat për Durrësakët. Dhe ky është bilanci me cilët ju shkoni tek banorët e qytetit Durrësit, qarkut të Durrësit, edhe tek gjithë shqiptarët në përgjithësi, ju shkoni me këtë bilanc ju sapo përmendët. Po ndërkohë, kërkoni mandatin e 4. Është kërkesë historike, doktoresh, dhe nëse arrini të merrni mandatin e 4, është arritje moment politik historik. Çfarë do ndodhë në 4 vjeçarin e ardhshëm? Cili është propozimi juaj për banorët e qarkut Durrësit dhe për gjithë Shqipërinë? Mandati i 4 besoj që nuk është një mandat i 4
vetëm për Partinë Socialiste. Të paktën në konceptin tim, mendoj që ky mandat është mandati i kësaj force politike për gjithë shqiptarët. E them këtë me bindje sepse unë ju përmenda ju disa projekte të qytetit tonë, të cilat mund të jenë shumë pak punë krahasuar me çfarë është bërë në gjithë Shqipërinë dhe kur e krahasoj me programin që kemi për 4 vitet të ardhshme, i cili është një program që është i mirë analizuar dhe i konsultuar me ekspert. Pra nëse ne sot dëgjojmë 10 forcat e tjera politike që dalin, njëri thot do ta bëj pensionin 500 euro, tjetri thot që do ta bëj rrogën 2000 euro. Pra, mund të jetë një projekt ëndrash që është shumë vështirë që të pranosh që këto lloj ëndrash të jenë të realizuara, sepse ti tashmë duke qenë prej 12 vitesh në drejtimin e vendit, e kupton shumë mirë që çdo gjë që është arritur me shumë vështirësi. Pra, me shumë vështirësi duke menduar që duhet të ecim paralelisht në rritjen e pagave, në rritjen e pensioneve, që e dim që nuk jemi atje ku duhet, në investimin për të patur një ekonomi në rritje të qëndrueshme, pra që të mos kemi kthim pas, për të ulur inflacionin, për të ulur borxhin publik, për të patur tregues ekonomik sa më të mirë, por mbi të gjitha, krahasimisht me këto që unë ju thash, duhet mendojmë që qëllimi ynë kryesor ka qenë përpjekja maksimale për integrimin në Bashkimin Evropian. Dhe puna e kryer të paktën në këto 3 vitet e fundit, duke filluar nga mbledhja e parë ndërqeveritare e vitit 2022, nga procesi screening ku janë krahasuar të gjithë legjislacionet i ONI dhe i Bashkimit Evropian, dhe nga fillimi i hapjes së grup kapitujve, nga hapja e grup kapitullit të parë, themeloret që hapet i pari dhe mbyllet i fundit, dhe grup kapitulli i dytë, që edhe ky është shumë i rëndësishëm sepse ka të bëjë me ekonominë dhe me tregun e lirë. Tashmë është realizuar në prill edhe tryeza e 4 ndërqeveritare me hapjen e grup kapitullit të dytë. Kështu që ne mendojmë që nëse brenda këtyre 2 viteve ne realizojmë edhe hapjen e grup kapitujve të tjerë dhe fundi i 2027-s i mbyll grup kapitujt, atëherë është bërë puna që duhet bëhet nga shteti shqiptar, do ta konsideroja shteti shqiptar, sepse ju jeni ekspert në këtë fushë dhe e dini shumë mirë që për integrimin nuk është vetëm qeveria, janë të gjithë institucionet e pavarura, është parlamenti dhe mbi të gjitha është akoma më e gjerë tryeza, edhe në komisionin e posaçëm ju e dini që puna ka qenë shumë intensive për të marrë mendimin e gjithë ekspertëve, gjithë profesorëve në lidhje me ndryshimet që ne duhet t'i paraqesim për të gjithë grup kapitujt. Kjo punë besoj do të jetë shumë intensive edhe në parlament dhe përpjekja jon për të realizuar edhe një përkthim të legjislacionit, do të thoja, sa më shpejt nëpërmjet inteligjencës artificiale, do të bëjmë të mundur që ndoshta ajo punë që vendet e tjera përreth nesh ju është dashur shumë vite, ndoshta edhe 10 vite, kemi shembullin e Malit Zit, Maqedonisë, Serbisë, pra që janë akoma në këtë proces, mendoj që duke u përkushtuar të gjithë ndaj këtij procesi, mendoj që të realizohet për 2 vite. Ndaj bashkimi i votave me Partinë Socialiste, këtë herë besoj do të jetë më tepër se sa votat që Partia Socialiste ka marrë në zgjedhjet e kaluara, sepse është një ëndër të cilën ne e kemi patur prej shumë vitesh. Pra shumë breza e kanë dashur dhe e duan integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe nuk është thjesht për të patur një pasaport, por besoj që do të na japi dhe shumë mundësi, jo vetëm siguri, pra nëse flasim për sigurinë, padyshim ne duke qenë një vend në Ballkan, do ta kemi shumë herë më të madhe sigurinë duke qenë pjesë e Europës, sesa duke qenë veç saj. Edhe duke parë situatën gjeopolitike, por do të thoja që edhe forcimi ekonomik i vendit tonë do të jetë në një hap tjetër. Në gjithë këtë përpjekje që ne kemi bërë në para antarësim,
Shqipëria ka patur një mbështetje si me grante edhe me kredi nga Bashkimi Evropian që janë afërsisht 1 miliard e 200-300 milion euro në gjithë këtë kohë, ku pjesa më e madhe padyshim që janë kredi, pra më pak grante. Ndërsa me antarësimin padyshim që siç kanë marrë vendet, siç janë mbështetur vendet, siç ka qenë rasti i Kroacisë apo vende të tjera, mbështetja ekonomike është shumë më e madhe, sidomos në sektorët që ne mund të ecim përpara dhe mund ta shfrytëzojmë këtë pasuri të madhe që na ka falur Zoti me vendin ton, pra si me turizmin edhe me bujqësinë. Dhe duke qenë kjo lloj mbështetje, them që edhe ekonomia shqiptare do të ecë shumë më shpejt. Kjo do të ndihmojë padyshim në plotësimin edhe të disa mangësive që ne mund të kemi në lidhje, po them, me pensionet, ku realisht ne kemi në programin ton që duam që brenda një kohe të shkurtër të punojmë fort me reformën e pensioneve për të patur të paktën një pension minimal 200 euro. Minimal do të thotë kur ti nuk ke kontribuar për të patur pension, dhe për të patur një pension 400 euro për ato që kanë derdhur sigurimet shoqërore, sepse ulja e shkallës së informalitetit dhe deklarimi një pagë reale, nisëm të cilën ne e kemi patur gjatë gjithë kohës dhe jemi munduar në fakt që të realizojmë një kontroll për të patur një shkallë sa më të ulët informalitetit, sepse ndryshe nuk mund të shkosh në një pension real, pra në një pension në bazë të kontributeve shoqërore që ti ke realizuar gjatë kohës që ke punuar. Këto janë disa nga pikat kryesore, ndërsa si zhvillim të vendit ose si një qasje tjetër, unë do të shikoja edhe fushën e infrastrukturës. Ju e dini që tashmë pjesa më e madhe e kurudhës Durrës-Tiranë ka përfunduar dhe ky vit i ardhshëm deri në pranverën e vitit 2026 do të jetë përfundimi i gjithë stacioneve Durrës-Tiranë dhe ne do të kemi hekurudhën Durrës-Tiranë, por jo vetëm Durrës-Tiranë, do të jetë Durrës-Rinas edhe Rinas-Tiranë. Dhe më pas, padyshim që janë projektet edhe të mbështetura nga Bashkimi Evropian për hekurudhën Durrës-Rogozhin, pra që do të bashkojnë patjetër korridorin 8, korridorin 10 dhe korridorin Adriatiko-Jonian, që është edhe hekurudha Kuqezi, por besoj që infrastruktura është një nga pikat kyçe që ne do të na vlejë shumë, jo vetëm për turizmin, por edhe për qëndrueshmërinë tonë ekonomike, edhe për transportin, edhe për shfrytëzimin e Durrësit si një pikë strategjike për ta lidhur pastaj me Maqedoninë e Veriut, me Malin e Zi, me Kosovën, pra do të jemi vërtet, Durrësi do të kthehet vërtet siç ka qenë në kohën e Teutës. Tavernën e Adriatikut. Tamam, taverna e Adriatikut. Dhe qyteti më i mrekullueshëm. Dhe unë në fakt e imagjinoj, gjithmonë kam menduar për më të mirën e qytetit tonë. Ne kemi lindur këtu, jemi rritur këtu dhe mendoj që këtu do të plakemi. Kështu që unë e mendoj Durrësin shumë herë më të bukur pas disa vitesh, duke imagjinuar edhe përfundimin e këtyre projekteve, një pjesë të cilave janë tashmë të përfunduara, por kur mendoj për shembull edhe portin e ri turistik, i cili do të jetë një vlerë e shtuar për turizmin e qytetit tonë, por jo vetëm për qytetin tonë, sepse tashmë dihet që ai lloj investimi është makro. Është makro. Nuk është vetëm një qytet. Porti i ri patjetër që do të ketë një kapacitet shumë herë më të lartë dhe të gjitha këto lidhjet që unë ju përmenda, besoj që do ta bëjnë qytetin tonë jo vetëm më të bukur, por do ta bëjnë shumë tërheqës edhe për të rinjt dhe të rejat që do ta shohin vendin e tyre si një vend për të jetuar këtu, për të dhënë kontributin dhe pse jo edhe për ta bërë gjithë Shqipërinë ashtu siç duhet, pra ashtu siç secili nga ne e ëndërron. Dhe këto zgjedhje ju thatë që ne vërtet kërkojmë mandatin ton të 4. Është një kërkesë që
nuk e kemi dëgjuar ndonjëherë në paktën në historinë e demokracisë së këtyre viteve që ndonjë forcë politike të ketë qëndruar kaq gjatë. Kur? Nuk ka ndodhur. Nuk ka ndodhur, po është e vërtet. Kjo tregon që Partia Socialiste në fakt në gjitha këto vite ka punuar shumë fort. Padyshim që edhe disa gjëra mund të ishin bërë më mirë, sepse ne pranojmë dhe kritikat, pranojmë dhe kemi derën e hapur për gjithë ato njerëz që duan të na bashkohen, qoftë edhe nga forcat e tjera politike. Intelektual të qytetit Durrësit na janë bashkuar për të dhënë kontributin e tyre edhe duke u bërë pjesë e listave tona, dhe fatmirësisht unë ja thash dhe në fillim të intervistës që këtë herë kjo listë fal edhe vizionit që ka patur Partia Socialiste Edi Rama, edhe nëpërmjet hapjes së partisë, edhe nëpërmjet akademisë politike, por edhe nëpërmjet platformës deputeti që duam, ju është dhënë mundësia shumë njerëzve, shumë të rinjve dhe të rejave, por jo vetëm të rinj dhe të reja, se aty ka edhe moshë. Po sigurisht, gjithë përfaqësimi. Po, patjetër, që të konkurrojnë për të dhënë më të mirën për vendin e tyre. Dhe sot realisht në listë ne kemi, ju thash, ju përmenda doktor Loer Kumen, që unë do ta konsideroja vlerë të shtuar për Partinë Socialiste, por Loeri ka shumë miq e shok intelektual që kudo që jemi takuar, jo vetëm që e kanë mbështetur, po janë bërë krah Loerit. Deri dje mund të kenë qenë me një forcë tjetër politike, po sot nuk është se ato e duan aq shumë Partinë Socialiste. Vinë për Loerin, vinë për Durrësin, vinë për Shqipërinë, dhe kështu do bëhet më e mira për vendin tonë. Dhe me këtë listë që ju sapo përshkruat, sa mandate do merren në qarkun e Durrësit? Tani, duke qenë 24 orë para, edhe unë kam emocionet e mia, them që me këtë punë që kemi bërë gjatë gjithë kësaj kohe, dhe me shpresën e madhe që të gjithë qytetarët durrësak ne do na mbështesin për arsyet që përmendëm, mendoj që ne do ta marrim deputetin e 9 në qarkun e Durrësit. Po të shikosh kronologjinë e Partisë Socialiste, po nisem nga 2009, meqense nga 2009 jam pjesë e Partisë Socialiste, ne në çdo palësjedhje në fakt e kemi shtuar nga një mandat për Partinë Socialiste. Trendi është në rritje. Nga 5 kemi ardhur në 2021 në 8 mandate, kështu që mendoj që me vizionin që ne kemi për të ardhmen e gjithë vendit dhe për qëllimin mbar shqiptar antarësimin Bashkimin Evropian, ne pas 24 orëve besoj që do të na mbështesin për mandatin e 9 në qarkun e Durrësit. Dhe nëse më lejoni, t'ju ftoj shkurtimisht një apel për të gjithë banorët e qarkut të Durrësit përse duhet të votojnë Partinë Socialiste më 11 maj. Të dashur qytetarë durrësak, unë do t'ju ftoja me zemër që pas 24 orësh të mbështetni fort Partinë Socialiste Edi Ramën dhe numrin 5, sepse së bashku në 2029 do t'jemi vendi i 29 si antar të Bashkimit Evropian. Doktoresh Lodiana Spahiu, faleminderit që ishte në Flasim Hapur Durrës Live dhe miu takofshim pas 11 majit edhe për episode tjera. Faleminderit shumë dhe ju uroj vetëm sukses. Faleminderit doktoresh. Faleminderit që na ndoqët, miu takofshim në episodin e radhës.